Përshëndetje të gjithëve, jam Burimi, një gazetar kines që flet shqip. Në çdo vend ka mënyrë e vet për të përcaktuar drejtimin e zhvillimit. Në Kinë, kjo bëhet nëpërmjet planeve 5 vjeçare, që prej vitit 1953, njëri pas të tjetrit. Këto plane kanë qenë si një stafet që udhëheq vendin drejt modernizimit. Viti 2025 shënon përfundimin e planit 14 pesëvjeçar. Njëkohësisht është viti i përgatitjes së planit 15 pesëvjeçar, i cili do të përcaktojë drejtimin e zhvillimit të Kinës. Gjatë 4 vjetëve të fundit, ekonomia kineze është arritur me një mesetare vjetore prej 5.5%, duke kontribuar me rreth 30% në rritjen e ekonomisë botërore. Kina vazhdon të jetë një ndër motorët kryesor të zhvillimit global. Gjatë periudhës së planit 14 pesëvjeçar, shpenzimet e përgjithshme publike mbritet të karojnë 136 trilion yuanët, rreth 24% më shumë se në 5 vjeçarin e kaluar. Këto fonde janë përqendruar kryesisht në projekte të mëdha zhvillimi dhe në përmirësimin e jetesës së qytetarëve, duke treguar mbështetjen e fortë financiare në përparimin e vendit. Prej tyre, nga buxheti total publik i Kinës janë investuar gati 100 trilion yuan në fusha që lidhen direkt me jetën e njerëzve, arsimin, sigurinë shoqërore, punësimin, shëndetësinë dhe strehimin. Kjo tregon qartë për kushtimin e fortë për mirëqenien e popullit. Mundësohet që si një qytetet e mëdha e protegjatëri, ashtu edhe në fshatrat më të largëta, të gjithë nga fëmijët e vegjël deri tek të moshuarit mbi 80, gëzojnë sot një siguri më të mirë dhe më të plotë të mirëqenies. Gjatë periudhës së planit 14 pesëvjeçar, investimet e Kinës në shkencë e teknologji janë rritur vazhdimisht. Vetëm në vitin 2024, shpenzimet kombëtare për kërkim zhvillim karuan 3.6 trilion yuan, 48% më shumë se në vitin 2020. Intensiteti i investimeve në kërkim zhvillim arriti në 2.68%, duke e tejkaluar mesetaren e vendeve të Bashkimit Evropian. Kina ka ndërtuar sistemi më të mastë dhe me zhvillimin më të shpejt të energjisë së ripërtëritshme në botë. Kapaciteti i instaluar i energjisë erës dhe asaj diellore ka arritur përpara afatit objektivin kombëtar të vitit 2030. Tani fokusi është zhvendosur nga vetëm lufta kundër ndotjes tek një qasje më gjithëpërfshirëse për ndërtimin e një Kine të bukur. Gjatë periudhës së planit 14 pesëvjeçar, Kina ka arritur përparime të mëdha në fusha të ndryshme. Stacioni hapësinor Tiangong ka hyrë në funksionimin të rregullt. Ania kosmike e Chang'e 6 realizoi kthjemin historik të mostrave nga ana e pasme e hënës. Në serësitë tetare, Patis Kafi Haido 1 përfundoi provën e zhytjes në 10.000 metra. Në fushën digjitale, BESK është bërë pjesën e përditshme e jetës. Sistemi Beidou ofron shërbime të sakta navigimi në gjithë botën. Avioni i mas C919 ka nisur fluturime tregtare, ndërsa makinat elektrike të Kinës mbajnë vendin e parë në botë për prodhimin dhe shitje. Tani që plani 14 pesëvjeçar po mbyllet dhe po nis përgatitja e planit 15, Kina po hap një faqe të re zhvillimi, në cilat drejtime mendonin që duhet të kenë më shumë përparësi në 5 vjetët e ardhshëm, në cilat fusha mund të forcohet më shumë bashkëpunimi mes Kinës dhe Shqipërisë. Ju lutem, shkruani mendimet tuaja te komentet. Jam Burimi, një gazetar kines që flet shqip. Nëse jeni interesuar për 5 vjeçarin e ardhshëm të Kinës, ju ftoj të më ndiqni në YouTube dhe Instagram në kanalin Burimi nga Kina. Do të ketë edhe më shumë histori për t'i ndarë bashkë. Faleminderit që qëndruat me mua, shihemi herën tjetër.